E para punës njerë, unë nuk besoj se ka një dallim të madh midis medias në fjalë meksikane dhe medias tuaj për shembull. Unë mendoj që është e njëjta gjë. Që do të thotë që mund të thuhen të vërteta, por mund të thuhen edhe shumë gënjeshtra. Dhe mbi të gjitha unë e konsideroj të neveritshme që me një cop letër që del diku, me një artikull që del diku, kudo qoftë, merret një familje tërë shqiptare dhe kryqëzohet këtu nga mëngjesi deri në darkë, pa e pyetur fare, ore kush jeni, ore ku jeni, ore me çfarë merreni. Dhe pastaj lidhet njeriu më i kërkuar në botë, pasuria e cilit thuhet se është më e madhe se GDP-ja i Gjermanisë, me një hotel me më pak se 100 dhoma në Vlorë. Dhe një nga karteret më të mëdha të botës i pastroka parat në Shqipëri. Unë nuk e di domethënë si bëhen këto pa asnjë kërkim, pa asnjë verifikim. Thjesht kap shqiptar, kap amerikan, kap emra, përplasin pas murit, ngrije uli trafikant, ngrije uli kriminal, ngrije uli të gjitha të zezave, ju qofshi, dhe Zoti ju pas në kujdes gjithve ju që merreni me këtë sport. Realisht. Është realisht e dhimbshme, edhe është realisht e neveritshme, por unë jam krejt i pafuqishëm për të bërë kur çfarëdo gjë tjetër, përveç se për ta vënë gjithë fuqinë time në dispozicion të vërtetave dhe të fakteve. Unë nuk njoh në një kartel, unë nuk kam asnjë lidhje me ndonjë aktivitet ilegal, unë nuk jetoj për të ngrënë më shumë dhe për të jashtë nxjerrë sa më shumë, unë jetoj për ca arsye të tjera që nuk ka mbase asnjë mundësi që t'ja u shpjegoj. Kështu që ju kam lënë Zotin të gjithë atyre që ndërtojnë të tilla fabula dhe jo vetëm për veten time, jo vetëm për mua, por për të gjithë ata që përfshihen në këto vrrulle të pa imagjinueshme sulmesh dhe goditjes që shkatrojnë familje, shkatrojnë jetë njerëzish, shkatrojnë nerva, shkatrojnë fëmijë, shkatrojnë gjithçka. Ju qofshi, nuk di çfarë them domethënë. Doli një artikull atje dhe mbushet gjithë rrjeti i kanaleve të vatanit këtu me një lumhane që nuk di domethënë se si bëhet për ta frenuar, është të tmerrshme. Nuk e di. Është turpi në gojen e kujdo që e sjell si pikë referimi në raport me botën e informacionit. Pra nuk është turpi i askujt tjetër, përveç se i kujdo tjetër, përveç atyre që verbërisht e ndjekin, që vazhdon e sjell si pikë referimi në botën e informacionit dhe në debatin publik. Është monumenti i gënjeshtrave, shpifjeve, akuzave dhe është prurësi më i madh i llumit moral, i llumit gjuhësor, i llumit njerëzor në jetën shqiptare, në historinë e Shqipërisë. Që kur Shqipëria është bërë shtet, nuk e ka një të dytë. Tani, çfarë kërkoni nga unë? Kërkoni realisht që unë ta marr seriozisht këtë pyetje dhe t'jap përgjigje. Nuk e dini ju përgjigjen. Dhe as nuk marr përsipër t'ju them, po mirë më. A nuk është i njëjti që me forcë mohoi çdo lidhje të financimeve të Partisë Demokratike me Rusinë?
A nuk është i njëjti që i vuri Gjoksin dhe e mbrojti me pathos Lulzim Bashën? Çfarë ku hy unë tash? Ku është dora ime në këtë mes? Po kjo është historia jo e një budallaj që hedh një gur në lum dhe 100 mënçur se nxjerrin dot, po e një shejtan budallaj që torolis një vend të tërë duke tërhequr përhunde të gjithë ju, jo mua, jo Partinë Socialiste, po të gjithë ju. Gjithë ju që vazhdoni dhe e pranoni me veten tuaj që ta konsideroni si pikë referimi, si burim informimi, si një subjekt që meriton të hyjë në gojën tuaj edhe të futet në mes të debatit publik. Është katastrofë. Financimi rus i Partisë Demokratike është denoncuar nga Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe ta ulan ballën Erion Braçen e me radhë nuk keni lënë gjë, jo ju, më falë personalisht, po flasë për gjithë ata që sot janë çuditur edhe po merren me këtë si pas ka ndodhur kjo, s'kan lënë gjë pa ju bërë, s'kan lënë gjë pa ju thënë. Ashtu si kundër është denoncuar nga, nëse nuk gabohem, në atë kohë Muhamet Veliu nuk kanë lënë gjë pa i thënë. Po e sjell këtu sepse në kujtesën time ka qenë Muhamet Veliu që ka bërë disa kronika në Mos gabohen. Dhe ndjes nëse ja sjell emrin në mënyrë të pasaktë. Edhe çfarë kërkoni sot? Po patjetër më. Patjetër. Po në televizionin tuaj ka dalë Lulzim Basha ju ka treguar një prallë me 500 aksioner nga diaspora që ju lindi në zemër që të mbledhin para, po që nuk vune emrat, por në televizionin tuaj ka dalë. Dhe çan nuk ju ka treguar? Pse nuk u habitet ju atëherë? Apo ishte më kollaj që t'ja linit Taulant Ballës dhe Erion Braçës dhe Elisa Spiropalit? T'ja linit spiropalizimit të Partisë Socialiste? Ky është fakti. Ja ku jemi sot. Po nuk është vetëm kjo. Shumë shpejt do t'ju duhet të habiteni dhe për gjëra tjera. Ju them unë sot këtu. Do ju duhet habiteni. Keni çështje tjera që janë aty që bëjnë që u lërasin. Do habiteni. Edhe do vini prap do thoni, po mirë, mos ke pasur ti gisht që i ke mbyllur këto, apo i ke shtyr këto, apo i ke bërë, po çfarë duhet bëj unë, çfarë mund të bëjmë ne më shumë se kaq? Çfarë mund të bëjmë ne më shumë se kaq? Faleminderit. Lëri rusët e Lulit, po shi rusët e tu. Do thuash në një llaf për atë i shefin me FBI-s, miku ta që po hetohet për lidhje me rusët, kishte hap dhe një biznes në Tirana ai mjeshtri. Ja. Tani Novruza Liaj sigurisht që është një ndjekës në faqet e mia sociale dhe me siguri që ndjek shumë burime tjera dhe nuk ka asnjë faj. Nuk ka asnjë faj. Po cilët e rus të mit. Cilët e rus të mit. Shefi i kundër terrorit i FBI-s ka qenë dhe është miku im, nuk diskutohet. Nëse ai ka një çështje të tijën me drejtësinë në Shtetet e Bashkuara, kjo është çështja e tij me drejtësinë në Shtetet e Bashkuara. Dhe lërni të flasë drejtësia në Shtetet e Bashkuara. Nuk bëhet drejtësia dhe nuk nxirren fajtorët dhe nuk bëhen akuzat në këtë farfeje se është e tmerrshme. Është komplet e tmerrshme. Dhe nuk është e tmerrshme për mua absolutisht se unë s'kam asnjë problem. Dhe për sa kohë vazhdoj që ndrojnë këtë detyrë e kam marrë parasysh dhe e pres shumë më tepër se kaq. I pres gjitha. Po është e tmerrshme për
për këtë popull është e tmerrshme, për këtë vend është e tmerrshme për gjithë ato që ne i konsiderojmë vlera shqiptare, që i konsiderojmë parime shqiptare, që i konsiderojmë traditë shqiptare, është e tmerrshme. Çfarë të them më shumë se kaq? Bëhet fjalë për një çështje e cila është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila nuk ka asnjë lidhje me mua, s'ka asnjë lidhje me qeverinë shqiptare, s'ka asnjë biznes të çfarëdo llojshëm. Se me këtë teori i bie që ne nuk duhet të takojmë askënd, sepse nesër dikush mund të ketë problem me drejtësinë në vendin e vet, po kjo është çmenduri.